Ekzekutimi në krye të detyrës si gjyqtarit Astrid Kalaja është dënuar në Korë nga aktorët kryesor të politikës. Presidenti Bayram Bega ishte ndër të parët që reagoi. Ai dënoi sulmi, shpreu ngushëllime për familjen dhe kërkoi vendosjen përpara drejtësisë të përgjegjësve të aktit të rënd. Ky sulm i tmerrshëm ndaj gjyqtarit është quar, por edhe ndaj drejtësisë të tillë duhet të përballet nga e gjithë shoqëria me përbuzjen dhe mos pajtimin më të thellë, sepse ky akt është atentat makabër ndaj vetë sistemit, tek i cili ka themelet bashkëjetesa dhe paqja sociale. Përballen me fushinë ekstreme të ligjit për agresorin e kërkoi edhe kryeministri Edi Rama, por duke kërkuar reflektim mbi sigurinë e brendshme të gjykatave dhe për parashtrimet e kodit penal për armbajtjen pa leje. Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen me ekstreme ligjore ndaj agresorit, por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjidhjeje mes policisë private në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënë në kodin penal të dënimit për armbajtje pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të paligjshme. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi dënimin maksimal për autorin, por fajtorët i gjend diku tjetër. Duke i shprehur ngushëllime më të ndjera familjes, miqve dhe të afërmve të gjyqtarit të ndjer Kalaja, dënoi me forcë më të madhe aktin e shëmtuar dhe kriminal ndaj gjyqtarit në sallën e gjyqit, dëshmi e kontrollit të rënë nga krimi dhe pasigurisë së madhe që ekziston sot në vend. Kërkoi dënime më të rreptë ligjor për ekzekutorin dhe porositësit e këtij krimi shumë të rëndë. Në lidhje me ngjarjen ka reaguar nga qeveria, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari dhe ministrja e brendshme Albana Koçiu. Lamallari përsërit apelin e kryeministrit për të rishikuar kodin penal për armbajtje pa leje, ndërsa Koçiu heq nga përgjegjësia policinë e shtetit. Ndërkohë kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi konsideroi tronditse ngjarjen dhe cënim të rënd të sigurisë së sistemit të drejtësisë. Sulmin e dënoi edhe përfaqësia e OSBE në Tiranë, që e konsideroi si sulm të drejtë për drejtë ndaj drejtësisë.